pavarësisë së Kosovës, por në rastin konkret të rastisë që ne ti kemi një vetëm simbolik për të reveshtë. Në anë shënojmë pra të të votojnë në pavarësisë Kosovës, nga anë të të shënojmë pas të gjarë vjetorën të ndimit të Universitetit të Prishtinës, dhe gjithëse, arsyeja për cilin një vjen sot, është emri i shuar i veprimtarit i konës më shuar të thëmë të shërshën zëtë, për veprimtarin në Adem Demaci, e për cilin, sigurisht që në falenderim veçantë kam rezervu për bazën së latim, si një bashkë veprimtar e bashkëpunëtar i Adem Demacit, si i burgosur politik bashkëtor, dhe prandaj kemi zgjedhur sot në këtë datë dhe ditë rëndësishme që diskutojmë për këtë personalitet dhe bashkë me një personalitet që i ka dhënë shumë çështje kontakt. Adem Demaci nuk ishte vetëm një disident apo një burgosur politik, por para së gjithash ai ishte një mendimtar i veprimit, një figurë që lidhi fjalën me sakrificën dhe idenë me qëndrimin personal. Rezistenca e tij nuk u shpreh vetëm në kundërshtim, por në këmbgulje morale, në besimin se liria nuk është dhuratë, por përgjegjësi historike. Prandaj, ligjërata e sotme nuk është vetëm një rikujtim biografik, por një ftesë për reflektim mbi kuptimin e rezistencës, mbi raportin mes individit dhe shtetit, dhe mbi mënyrën se si mendimi politik formson realitetin politik. Në këtë frym, edhe një faleminderit bazës së latim, për mua dhe për kolegët në departamentin tonë me cilët diskutojnë çdo ditë, edhe për Adem Demacin dhe për personalitetet e tjera, është rast dhe mundësi veçantë që dëgjojmë nga ju rreth jetës, veprës, rezistencës, sakrificës dhe gjithsesi edhe krenarisë pa simbolit Adem Demaci. Faleminderit shumë dhe pra vale fjalën ju tash që na iluminoni një figurë kaq të rëndësishme që është tonë. Skåle, përshëndetje të gjithëve. Përshëndetje që se komander fort të përshëndet, po të përshëndes mikun tim të nderuar shefin e katedrës, profesor mentorin, jo për organizimin që ka bërë të kësaj ligjërate time, po pikërisht në lidhje do të thashë e veçantë. E veçantë për 3 arsye. E veçantë se me këtë ligjëratë fillon cikli i aktiviteteve me ligjërata, me përrullim e libresh, me konferenca shkencore, me ekspozita tematike, votime katalogjesh, dhe mbi të gjitha pritet që gjatë viti në nënvjetorit të dinës Adem Demacit të përmbryllet me votimin e kompletet të veprave të tij në 30 vëllime. Do të thonë, sa kom njohuri, aktiviteti i parë që përmahat me Republikën e Kosovës përshënuar në nënvjetorit të dinës Adem Demacit pa pikërisht në kryeën që dhe qashtë. E dyta, që shumë e rëndësi, kjo ligjëratë mahet në vigjiletë një për 2 datave epokale, mas shpatët pavarësisë të Shqipërisë, vitit 1912, pa kur fërkëshimi, po që par historianë dhe studente që shumë që ka dinë sa unë më mirë se unë, por data më e shënuar. Ndoshta për diçka e ka thonë dikush, që ka hapë perspektivet historike, jo vetëm Kosovës dhe rajonet, dita shpatët pavarësisë. E treta, për mua që ka kuptim kjo ligjëratë, është të përmahet në orët e fundit, në ditët e fundit, kur do shpallet verdikti i dënimit të padrejtë, jo të decenjes, jo të shekullit për të epokës, ndaj 4 liderëve, Hashim Thaqet, Jakub Krasniqi, Kadir Veseli dhe Recep Selimi. Të bindur, jo veç që jemi këto, se ata do të lirohen partit. Prandaj, në këtë drejtim, po e një vetën shumë rahat, shumë mirë. Para se të flasë diçka
për temën që dekani dhe kolegët e tij kanë caktuar, unë kam një problem të cilën e kisha lutur të më kuptoni. Unë nuk di të flas për vendemaqen, nuk di të flas shkurt për vendemaqen, nuk di. Pse? Nuk. Betash kam votuar 42 livra, për të e 22 kushtuar hirës dhe për vendemaqen. Këta janë 3 libra të sa të flasin për 3 burgosët e tij, se të flasin për vendemaqen, e pa evitueshme, e pa shmangshme është flasin për 3 gjykimit e tij. Vitit 1958, kur dënohet 50 burg, vitit 1964, kur dënohet 15 burg, dhe vitit 1975, kur dënohet për 15 burg. Mo këta 3 libra që unë i kom dalë të të drobat në juve. E këta 3 libra, që nuk e më përru ende, jemi tërftuar të gjithë, jove shumë, që do të bëjë përrurimin me 26 shkurt, pikërisht nga deklinën e mëllit të vendemaqes, dhe në ta kujtime, as nuk ka dokumente, as faksimile, as në gjari, as dhe ka veshë kujtime, evokime. Dhe, këto jenë përfim dhe konë prej vitit 1962, ko përkërtuar kontaktuar vendemaqes si normalist, në një orë letrarë, të së nëtë ishte linear, i me përhushëm, që për fatin tonë ende gjallë, në Amerikë, dhe që rëvalën i të njohër, dhe deri atë ditë, kur udhëheqjet e Kosovës, presidenti thaqe, kryeministri, kryetari Kuvendit dhe gjithë, ishin të bindë se do ta kem një fjalë gjatë ceremonisë të varrimit bazët, dhe nuk isha vullnet, nuk isha forë që të majtë një fjallë, dhe në fund dora që të majtë fjallë e në punishtë. Dhe thëtë, në ta libra, janë dikon rrëth 50 vjetë kujtime. Po mund të jetë është në pjesë në marën së që e librave, janë pikërisht 3 vjet e gjysë qëndrimin në burgun e Pordaresit nga vendemaqen. Kjo kësha lutë më ndjenje. Për momentin, mund të jem subjektiv. Qka është shoku i burgut, edhe një kuri, edhe juve, shërif për jusa. Edhe të burgot politik që i mund të ketë, kërkojnë djesë. Njerët ka shok të feminist, shok të rinist, shok të punës, shok të studimeve, shok të biznisit, shok të politikës. Ka shumë shok. Shoku i burgut është shok i cili vlerësohet drejtë. Deri në fund, vetëm nga ata të cilët ka përjetuar. Momentin kur se ki e pranë, kur jeta dhe vdekja bashkëtojnë, e se ki as babën, as nënën, as vllahën, as motrën, as gruan, as fëmijën, e ki shokun. Tishin 3 vjet e gjysmë në vendemaqen, e kum thonë dhe herë tjetër, por privilegji më i madh i imi njëtë të tim. Tash, kur i përmena këto 2 momente, besoj që më kuptoni që e kom problem të flasë për njëtë, për vepre, sakrifikë, pra edhe të vizionë politika të vendemaqen. Dhe mund të jetë këshka përdenon, mund të jetë i pasistemu, që para përkesh kërkojnë djeqë, ose nuk mund të jetë në shpëllitemi. Se atë që të marë, qo gjykimi parë, qo përfasusi për gjithë të qëtërës, qoftë përtari këshirë drejtëve e njerive, qoftë do të ndajë. Do të bëjnë një ligjarat, për të shumë qka që dini, s'o fja për konsatë dhe pa dhe studentët, unë të jemë më të jemë pak shka të përforme. Në vitin 1975, Adem Demaçi me 18 shok dënohej me 15 detytur. Pse? Kishte kërkuar bashkimin e listëve shqiptare me abejon në Shqipëri. Dhe ishte kuptimshme dhe kishte kuptim se sakrifisa ishte e madhe.
Dhe aq që dënonte ishte amiku shekullor i shqiptarit. Për keqarën tonë, shumë date, sot hashim faqe me shok, akuzohet as më pak, as më shumë nga prokurori dhe kërkon 45 vjetë burg. A Devdemaqi kishte akuzën për pushkatim. Ku ishin edhe Recep Majna, Elisa Kastrati dhe shumë të tjerë, ko pas fatin tjerë edhe në listë të tjerë në vende, kërkonte pushkatim. U dënuar. Tash, gjykata, për çudit madhe, ma gjykatave që bënën, që së të smeta ndarejtë për këtarë, në që kështë, për të zotë të Kosovë, ma gjykatave të Kosovë, gjykatave të Unikut, gjykatave të Euleksit, gjykatave të Hagës, tash, asma pak, asma shumë, tash në gjykatë sociale. Dhe, nëse ka diçka të vërtetë, dhe nëse ka diçka të drejtë, të emërtuar pak pikërisht se kjo gjykatë vërtet është gjykatë sociale. Dhe thash, presim kush të dënohet? Të dënohen mes e tyre profesorë për praktikisht. Në mbledhje, në intelektual, në veprimtar, në shkriptar në 10-12 librave. Një gjë që dënohet 15 vjetë vitë, vitin 1931, një antar shumë vjeçar i Lidhjes Demokratike, një antar i Shtatit të Përgjithshëm, një personalitet i shuar, kryetar dhe presidenti i Kosovës, kryetar dhe kush. Dënohet Hashim Thaçi, një djalë që simbolizon lirinë e Kosovës. Në jetë dhe politikë nuk ka rastësi. Deklarata që kemi ndërhyjë të gjithë e presidentit amerikan Biden para portretit të presidentit historik George Washington vja figurën për George Washington i Kosovës. Sot dënohet George Washington i Kosovës. Dënohet Tani Veselli, një djalë i mrekullueshëm, një djalë i ditur, një djalë i guximshëm, një djalë që mënyrën më të mirë të mëshme ka kryer misionet edhe gjatë luftës edhe pas luftës. Dënohet një djalë ko pak masiv, ata që ka njoft, bëse miku i ka njoft, profesor Stamiteje, isha pikërisht kur publikisht del UÇK-ja e shenjtë dhe kur lexohet deklaratë në pjesë e historisë. Dhe a djalë, as më pak as më shumë, e lajë. Recep Selimi, me vitalitetin e tij, me godimin e tij, pse jo me inteligjencën e tij natyrshme. Përfaqëson ndjenjën e krahësimit, me çigevar të ozë, me revolucionar, me atletar, me dashur i ditur. Dhe thash, ata gjikohen. Ata klerohen. Kjo pyetje po bëj sa për ta bërë. Jam i bindur, shumë i bindur, bashkë me ju, se do të klerohen. Përndryshe, se thëmë ironi. Përndryshe, atë ditë, atë gjykimin që do të gjykon ata burra, larg asaj, deshtëm zdeshtëm. Aty, jo që po ngrit ata punë, po gjykohen bota demokratike. Po gjykohen dhe po dënohen. Natë, po dënohen dhe po gjykohet Amerika, pse ka bërë krime ndaj Serbisë, pse ka bombarduar. Ky është gjykimi më i padrejtë, më i pakuptimshëm, më i logjikshëm. Historia e njerëzimit, fjalë e madhe, nuk je.